Falëndëria juaj kryepiskop I Shqipërisë, vëlla Jon Johani, përfaqësues të komiteteve fetare, miq të dashur edhe partner që kemi pasur me vllajën tonë Janovatos, ju uroj në emër të vëllezërisë gjyqëllore dhe këtë sipas gjumë në këtë konferencë kemi për të përshëndetur figurën e të çmuar të vllajt tonë Janovatos. Unë jam mbase me I riu midis gjithë përfaqësuesve të klerikëve dhe nuk kam pasur shumë mundësi ta njoh nga afër Janovatosin, por duke u lumtuar rreth punës, veprës së tij, duke parë dhe videon me shumë gjëra që ai ka ndodhur, më bëhet kuptoj që çdo vepër e jona është një eko për përjetësinë. Edhe më kujtohet fjalët e Krishtit kur thoshte të jetuarit për mua është Krishti, Pali që thoshte të jetuarit për mua është Krishti, po të vdekurit fitim. Sigurisht gjatë komunizmit çdo komunitet fetar u shkatrua, por vllai Janovatos gjeti një fuqi të madhe që të ndërtonte jo vetëm Kishën Ortodokse, por edhe të gjithë ne. Sepse çdo gjë që ne bëjmë e bëjmë për Krishtin dhe jo vetëm për veten tonë. Për të bashkësia fetare është një dhuratë nga Zoti dhe jo një slogan për të duar trokitur. Si një teolog dhe një udhëheqës I jashtëzakonshëm, u bë një urë lidhse me të gjithë komitetet fetare në fushën e ndihmës humanitare, traumave sociale dhe varfërisë. Sigurisht krizat e vitit 97, lufta e Kosovës e bëri Janovatosin të punonte së bashku me organizatat tona protestante dhe Caritasin. Deklaratat e përbashkëta publike për paqe, unitet kombëtar dhe përgjegjësi morale ishin të përmbledhura në një mesazh të përbashkët. Besimi duhet të shërojë shoqërinë dhe jo ta ndajë atë. Kryeprofesor Anastas ndërtoi gjëra të mrekullueshme duke krijuar mure. Dhe mure do thotë për të mbrojtur komitetet fetare ndaj sulmeve të ndryshme. Ai parandaloi konkurrencën fetare në shoqëri të plagosur. Në sinodin e vitit 2016, ai citon: "E kundërta e paqes nuk është lufta, por egocentrizmi I individëve, shteteve, I bashkësive të ndryshme, dhe se antidoti I vetëm I kësaj sëmundje që shkakton përçarje është dashuria pa interes, siç e ka përcaktuar dhe ka mëshiruar Krishti dhe ata që e pasojnë atë me besnikëri." Në vëllimin e vitit 2003, përmballja me botën, nëse të krishterë ortodokse mbi shqetësimet globale, ai tregon si nga personat me njohuri për trajtimin e çështjeve dhe dialogut ndërfetar. Ekumenizmi u zgjerua natyrshëm në bashkëpunimin ndërfetar. Në librin e tij të fundëm Bashkëtesa, e përkthyer në 22 gjuhë të ndryshme, ai ofron reflektim mbi luftën, varfërinë, padrejtësinë e terrorizmin, korrupsionin, globalizmin dhe jep një vizion alternativ për këtë çështje. I nderuar qoftë kujtimi I tij. Faleminderit.